në fund regjimi do të përpiqet të lajë fytyrën e tij të pastrohet, duke u shfaqur si pro-evropian dhe pro-drejtësisë sociale. Nga ana tjetër e monedës është se deklaratat të tilla janë shumë të dobishme për devijimin e vëmendjes së opinionit publik nga problemet të tjera që ka vendi, dhe është pikërisht ajo që po ndodh. Nga njëra anë kemi këto deklarata fashiste, ndërkohë që askush nuk flet se çfarë po ndodh me katastrofën ekologjike që po bën kompania kineze në verilindje të Serbisë, apo për çështje të tjera. Dhe është me rëndësi të dimë që këta njerëz që bëjnë deklarate të tilla nuk janë askush në jetën politike të Serbisë, por janë një lloj njerëzish që përdoren për të çuar vëmendjen publike diku tjetër. Aleksandar Vučić ka deklaruar se zgjedhjet ndoshta mund të bëhen në fund të tetorit ose fillim të nëntorit, duke i zhvendosur ato nga fundi korriku që kishte parashikuar më parë. Ditën e djeshme ka thënë se është gati të urojë fituesin, por shpreson që fituesi ta urojë edhe atë nëse do të humbasin zgjedhjet. Çfarë mesazhesh po përpiqet të jap Aleksandar Vučić ndërkohë që me sa duket ose po fiton kohë, ose po mundohet të vërë në gjumë studentët duke deklaruar her pas here data të ndryshme për zgjedhjet e parakohshme, ndërsa vitin tjetër duhet të mbahen ato rregullat. He actually is extremely skillful politician. Vučić është shumë i aftë, një politikan shumë i aftë, në kuptimin që ai vazhdimisht, sikurse dhe e tham, bën që të devijohet vëmendje nga problemet e vendit. Të mos harrojmë që rreth 2 vjet më parë, incidenti në Novi Sad shkaktoi 16 të vdekur. Po, kjo është ngjarje shkaktoi lëvizjen studentore, por sot nuk kemi më student në rrugë, kemi vetëm slogane që thonë nuk heqim dorë nga Kosova, e të tjera. Ndaj, ky është shembulli më i mirë se si kjo rrjedhë që ishte shumë e fortë 2 vjet më parë, po shkon në opinionin tim në drejtim komplet të gabuar. Dhe gjitha kjo bëhet me regjinë Vučić. Të mbash zgjedhje në një vend ku nuk ka një media të lirë, por në vend të medias ka makineri propagande, pasi 90% e medjave kontrollohen nga qeveria dhe pjesa tjetër nga njerëz të pasur në Beograd. Ndaj nuk ka shans që të dëgjohet ndonjë gjë që nuk i shkon përshtat regjimit. Për shembull, her pas here, njerëzit dëgjojnë mesazhet nga Kosova se një numër shtëpish dhe
se lajme që thonë se serbët e Kosovës kërcënohen e të tjera. Por në mediat e regjimit nuk thuhet një fjalë për to, pa haruar se është diçka normale të bësh ndryshime editoriale pa lejen e qeverisë. Kështu është në Serbi, nuk kemi atë që duhet përpara zgjedhjeve dhe nuk po flasim thjesht për futjen e fletës së votës në kuti, po flasim për përgjegjësi, për drejtësi, për gjyqtar, prokuror, të gjitha që janë në shërbim të regjimit. Ndaj çfarëdo që të ndodh me zgjedhje, këto zgjedhje nuk do të jenë të lira dhe të ndershme, dhe ky është thelbi i gjithçkaje. Por, a janë përgatitur studentët për këto zgjedhje? Dhe a do t'i pranojnë ata këto zgjedhje që ju thoni që nuk do t'jenë të lira dhe të ndershme, po kështu edhe opozita, se duket edhe që të dy grupimet nuk po arrin as të koordinojnë mes njëra tjetrës? Personalisht nuk mendoj se përgatitja e një liste kandidatësh me studentëve dhe partive të opozitës nuk është një ide e mirë. Opozita është një grup partish që janë konservatore dhe listat e tyre nuk përputhen. Dhe kjo është diçka që njerëzit nuk do ta pëlqejnë. Dhe kjo sepse në opozit ka disa njerëz që janë shumë të ekspozuar ndaj studentëve, të cilët kanë thënë për ta të njëjtat fjalë që ka thënë dhe regjimi. Radovan Karadžić, a notorious war criminal from Bosnia, promoting his books and so on and so forth. Njerëz që promovojnë librat e kriminalëve të luftës, si atë të Radovan Karadžić. Dhe nëse do të ketë diçka, një program demokratik apo një listë demokratike, le të themi, atëherë ajo gjasat janë që të refuzohet nga klasa politike. Do t'ishte më e dobishme të kishim të paktën 3 lista ku njerëzit të mund të votojnë jo vetëm kundër Vučić, por të thonë edhe se çfarë lloj Serbie duan, çfarë Serbie synojnë, dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. A pritet që këto zgjedhje të jenë gjatë këtij viti njëherë, apo mendoni se zoti Vučić do të shtyjë sërish, pasi duket se i gjithë fokusi i tij është Expo 2027? Expo 2027 është një shans i madh për pastrimin e parave nga regjimi dhe ata nuk do të lëshojnë këtë shans.